Të shikues të respektuar, mirë mbrëma, ju përshëndesim me emisionin Shtigjet e Arsimit, të cilin kësaj radhe këtë emision do ta realizojmë së bashku me disa nxënës pjesëmarrës në garat republikane nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe, që u mbajtën më 19 dhe 20 maj në Kumanov. Nxënësit kërçovar në këto gara shënuan rezultatet të lakmueshme dhe zonë vendin e dytë. Disa prej tyre gjenden në studion ton dhe do të jenë mysafir të emisionit Shtigjet e Arsimit. Janë këto nxënëset: Arlinda Dalipi, Dashuri Xhaferi, Fatlume Adili dhe Shqipe Mehmedi. Mirë se na erdhët në studi. Mirë se u gjetëm. Dhe si zakonisht pyetja e parë çka ju përjetuat në qytetin e Kumanovës gjatë garave që u mbajtën, garave republikane që u mbajtën nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Në cila prej jush do të na rrëfej? Po, mund them se garat janë vërtet një emocion për nxënësit, mirë po edhe mikpritja ndikon te ata. Nëse ka mikpritje të mira, ata ndihen më të lumtur, ndihen më krenar për vendin që përfaqësojnë. Ndërsa Kumanova atje një qytet me të vërtet një koqir. Kumanova diti ta organizoj garat. Ajo na I lehtësoi neve ato emocionet që kishim, prandaj ne I falenderojmë asaj dhe mund të them se ne u pritëm atje shumë mirë. Unë nuk e kam hasur deri sot atë bujaria, atë zemërgjërsi të shqiptarëve. Janë me të vërtet mikpritja shqiptare është e përmendur kudo. Ju ishte hera e parë që morët pjesë në garat të nivelit republikan. Uroj që edhe në të ardhmen, por tani në shkollë të mesme të merrni pjesë në këto gara. Në vazhdim, gjithashtu edhe Arlinda Dalipi do të më thotë diçka rreth numrit të pjesëmarrësve në këto gara, nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Sa u përket numrit të nxënësve që merrin pjesë në test, ishin 31 nxënës nga gjithë Republika e Maqedonisë. Kuptohet që janë të banuar me shqiptar, nga Kumanova, Dibra, Struga, Gostivari, Tetova, kështu me radhë. Mirë, ndërkaq Dashuri Xhaferi do të më thotë diçka lidhur me procedurën e testimit. Pyetjet, si ishin pyetjet, a ishin të vështira? Sa përket pyetjeve, pyetjet nuk ishin të rënda. Ishin nga plan programi mësimor që kemi mësuar ne deri tash. Gjatë këtij viti shkollor. Sa pyetje ishin? Ishin rreth 40 pyetje. Dhe për çdo pyetje kishte nga 1 pikë. Do të thonë maksimumi I pikëve duhet të jetë 40. 40. Gjithashtu edhe recitimi apo grupi recital, nxënësit e shkollave të ndryshme të Maqedonisë morën pjesë në garat republikane për recitim. Kërçovën e përfaqësuan 2 nxënëse, njëra prej tyre është këtu në studion ton. Është kjo Shqipe Mehmedi. Urdhëroni, Shqipe, çka do të na rrëfeni lidhur me garat që ju I prezantuat Kërçovën në nivel republikan, në garat që u mbajtën në Kumanov? Në garat që u mbajtën në Kumanov, ne komunën e Kërçovës e përfaqësuam unë dhe Besa Veliu, e cila prezantua me poezinë Gurbeti Tragjedia Kombëtare. Dhe sa u përket numri I nxënësve që merrnin pjesë, që recitonin, ishte mbi 20. Dhe secili nxënës prezantoheshte me nga një poezi ose me nga 2? Po, me nga një poezi. Ishin ato të përcaktuara paraprakisht me siguri? Po, prej çdo komune. Me arsim në gjuhën shqipe. Dhe tani një pyetje për nxënësen Arlinda Dalipi. Ishin gjithsejt 40 pyetje. A mundeni të na rrëfeni njërin prej pyetjeve të parashtruara në këtë test? Po, gjithsesi. Sa I përket një pyetje ishte nga cila poem është marrë poezia Hanko Halla dhe Nusja. Përgjigjja ishte poezia Hanko Halla dhe Nusja është marrë nga poema Hanko Halla. Më thonë një pyetje me të vërtet paksa provokative, apo por jo, logikisht kështu e lehtë. E lehtë sepse kemi mësuar gjatë vitit shkollor, kemi marrë këtë poezi. Me siguri. E ju Dashuri, cilin pyetje do të veçoni që para opinionit këtu kërçovarët ta theksoni? Po, ne zgjodhëm pyetjen cilës plejad I takonte Fanstinianul.
Fastrianoli takonte pleatës së shkrimtarëve të rilindjes kombëtare. Gjithsesi edhe ju me siguri dëshironi të veçoni një pyetje nga testi që organizuar në Do të gara. veçoja pyetjen e cila më shqetësoi më së shumti kur e pash, ajo që pyetja në lidhur me një lidhës e cila përsëritet shpeshherë, është pra polisidenti, ndërsa unë mendoja mos jetë një figurë stilistike e cila quhet anafora, prandaj duke u menduar mendova, thash, mos jetë polisidenti sepse polisidenti kemi mësuar si vjet. Edhe shkruajta polisidens dhe mësolli fat kjo përgjigje. Ashtu jam e kënaqur nga mendimi im, nga ajo hamendja ime. Shqipe ju prezentuat me poezinë Drim. Apo, cilët poezi nga nxënësit që vinë nga komuna tjera ju ka pëlqyer më së tepër? Me siguri se ka pas aty prezentime të bukura. Kishte shumë, por më shumë mua më la përshtypje një nxënëse prej të komunës së Tetovës ishte, prezantoheshte me poezinë Gjergj Shpishtës. Recitimi është shumë I bukur, apo? Po, më la shumë përshtypje. Tani e lusë Regjin që në vazhdim të emisionit të prezentojmë disa recitime që nga garat komunale që u mbajtën para një muaji në shkollën fillore Sande Sheriuski të Kërçovës. Shumë Shqipe Mehmeti, jam nxënëse e klasës së 8 ka shkollës fillore Sande Sheriuski të Kërçovës. Tash do të prezantojmë me poezinë Drini nga Zreni. Drini. Drini, o lumi, mas lumë, që si vala, gushun. E shkon ullës me buqim dhe bushmalet me gjëmim. Pse je sot t'je gërsuar? Vetëm, zemëruar? Val, e ndjen t'i rovërin, që po mbit fort të shqiptarin, që kur Zoti të ka bërë, Drin o lumi gjati gjërë, kombi ton që ka njarë, ti të gjitha i ke parë. I pe mundjet plot shkëtime, që përmenden si kutime, i pe thrimat e vërtet që dëftonin së në jetë. U shtem me që shqiptari, që ka zemër gjak si zjarë, Drin që rrëp gjithë shkum me valë, herë rrët, herë nga dalë, ndale t'i vrapimi, që ndro pak e hidhë vështrimin, rotull teje duke i parë, se sa janë e t'i qarë, vise tona që rënkojnë ku të para të kujtojnë. Ardhi dita, pra të zgjohesh, si dikur ti të qohesh, pura trima duke mbledhur gjithë me anët mi krahedhur, të përpiqen të luftojnë, troje tona t'i shpëtojnë. Ashtu pra, emrin paksoje, je bifan, lartësoje, do të ftoj botës se nuk truhesh, do se i barti zi quhesh, se sot dita drinë t'ka ardh, prap të dalësh pa që barë. Shikues të respektuar, vazhdojmë emisionin shtigjet e arsimit me Safri në studio, nxënësit nga Kërçova që morën pjesë në garat republikane nga Lënda e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, garë këto që u mbajtën në qytetin e Kumanovës. Tani në vazhdim e lusim Arlinda Dalipin që të na rrëfej garuesit, nxënësit, cilët ishin aftësitë e tyre, si ishte atmosfera gjatë testimit e kështu me radhë. Sa përket të gjithë nxënësit ishin mjaft të përgatitur, se tregon edhe vetë fakti se ishin nxënës të zgjedhur nga gjithë komunat, siç u zgjodhëm edhe ne këtu një muaj më parë. Edhe ishte të përgatitur. Po, ishin mjaft të përgatitur. Nga vetë fakti se edhe garat e organizuara komunale kanë qenë një bazë që nxënësit e të gjitha komunave të jenë të përgatitur për në garat republikane. Çka ju, dashuri Xhaferi, do të më thoni? Lidhur me nxënësit, lidhur me pyetjet e parashtruara e kështu me radhë. Po, vendin e parë e zuri Struga dhe Kumanova, po sa përket pyetjet ishin të lehta.
Ju fatlume ashtu. A jeni të kënaqur me prezantimin e Kërçovës? Kërçova zuri vendin e dytë. Me sa duket Struga, nëse nuk gënjehem, e zuri vendin e parë në këto varë. Po. Sa ju jeni të kënaqura me rezultatin e arritur? Po, në pikë nisje unë jam e kënaqur, mirë po ta shohësh nga ana tjetër, për një pikë humbëm vendin e parë, atëherë është. Ju gjithsesi keni të vuar 39 pikë. 39 pikë, atëherë është një fatkeqësi për Korçovën, ndërsa ne jemi të kënaqura, nuk kemi ndonjë shqetësim në shpirtin tonë. Ndërsa unë jam krenare që mund të përfaqësoj shkollën time, Gjergj Kastritin Skënderbeun, bashkë me arsimtarin zotëri Abidin Ballazhin, mundem ta përfaqësoj unë nga fshati Erangjell, mund ta përfaqësoj Korçovën në tërë Republikën e Maqedonisë. Jam shumë krenare për fshatin, për shkollën, për gjithçka, edhe për Korçovën. Dhe së bashku me së bashku me shoqjet që i kam pasur aty krah dhe më kanë dhënë kurajo dhe shpresë. I falenderoj nga ana ime. Tani nuk kemi prezent edhe një, për shkak të kohës së planifikuar, nuk kemi edhe një mysafiri që është dashur të jetë këtu prezent në studio. Ishte me sa duket nga shkolla fillore e fshatit Tuhin, Besa Veliu, apo? Megjithëse ajo nuk është prezente këtu në studion tonë, unë lusë regjin që të përcjellim poezinë e saj të prezentuar në garat komunale këtu në Kërçovë, që u mbajtën në shkollën fillore Sante Shqeriuski në Kërçovë. Quhem Besa Veliu, jam nxënëse klasës së 7 pranë shkollës fillore Dami Grup të fshatit Tuhin. Sot do të prezantojmë me poezinë Mërgjimtarëve Kërçovar. Mërgjimtarëve Kërçovar, Kërçovë qytet i bukur, një nukim të thellë nga zemra yte dëgjoj. E di o nën për cilët unë kam, por bitet tu në mërgjim që ka shkuar, e zemra yte është coptuar. Zemra yte loton pa pushuar, bitet tu kërkon, nga gjiri ju që janë larguar. Bitet tu të dashur, marrin botën në sy, botën e largët e të pafund, ka fshatën e gojës për të fituar, prandaj prej teja larguar. Marrin kuferet e nisen nga dalë me hapa të rënd, lotët syve u shkojnë në kaj, e zemra mbushet me një piklim, sa rënd zhvajtim. Gjyshi përqafon nipin, gjyshja përqafon besën, lotët nga dali fshin, për një kohë të gjatë kam për të parë, prandaj s'pushojnë duke qarë. Në për shkolla nuk ngjehet, gëzimi madh si dikur. Shumë fëmijë së bashku me prindrit, në gurbet kanë shku. Dëshirojnë të kthehen më shpejt, te gjyshi dhe gjyshe që i kanë lënë vet, te bankat shkollore që i kanë lënë shkret. Shtëpitë e mbyllura, ferrat deri në kulm i kanë mbuluar. Dritarët e palara janë coptuar, sofra kanë vete shkret, buka s'hajt me lezet, e vetë mua rinë e rënkon, bitet tu pranë i dëshiron. I dëshiron se je nën e dashur zemër coptuar, lotët nga faqet nuk të shterën, zemra yte s'është duke pushuar, vetëm re, si një zemër e lënduar. Këtheni ju nga Zvicra, këtheni nga Gjermania, këtheni ju pret Votra, këtheni ju pret shtëpia, blidheni të gjithë këtu, e së bashkë veproni, se vatrën familjen lirin, vetëm nga këtu mund t'i proni. Shikues të respektuar, më 20 dhe 21 maj, me njëherë pas garave republikane që u mbajtën në Kumanovë për lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, u mbajtën gara u mbajtë edhe Olimpiada e parë e plusit dhe u mbajtë në Tetov. Për këtë do të na thonë 2-3 fjalë, 2 pjesëmarrësit nga komuna jonë. Janë këto Arlinda Dalipi dhe Shqipe Mehmedi. Shqipe, a mund të na thoni 2-3 fjalë lidhur me këto aktivitete? Po, në Olimpiadën e plusit merr një pjesë edhe nxënës
garues nga Shqipëria, nga Kosova, gjithsej ishin 56 garues. Suksesin që ne arritëm jam e kënaqshme. A ishin pyetje të vështira? Jo, nuk ishin aq shumë. Po si për olimpiad, duhet të jenë pak të vështira. Kishte 4 pyetje, të cilat vlerësoheshin nga 20 pikë, nëse ishin të sakta, dhe 20 pyetje nga 1 pikë. Gjithsej 100. Dhe vendin e parë kush e zuri në këto gara? Një nxënës i Titovës e mori vendin e parë. Çka do të na thotë Arlinda tani lidhur me Olimpiadën e fusit? Në sa i përket Olimpiadës kisha shumë emocione, sepse merr një pjesë nxënës nga Shqipëria, kishte nga Tirana, Durrësi, Peshkopije, kishte prej Kosove. Dhe kisha emocione, por siç theksoj Shqipja ne patëm mjaft fat, sepse arritëm mjaft suksese, nuk e pritnim gjithatë sukses në mesin e gjithë atyre garuesve. Edhe nxënësve të përgatitur Po, nga të gjitha trojet shqiptare. Po. Kuptohet. Gjithsesi se ne dëshirojmë suksese të panumërta të gjithë atyre gjeneratave që do ta përfaqësojnë Kërçovën si në garat republikane për gjuhë dhe letërsi shqipe, ashtu edhe për Olimpiadën e Plusit, që vitin e ardhshëm gjithsesi do të organizohen njëra në Tetov, ndërsa tjetra fatmirësisht në komunën tonë. Apo nëse nuk e njeh nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe, garat e ardhshme do të organizohen në... E kemi atë fakt dhe të presim sa për Megjithatë ju nuk do të jeni garuese, apo? Nuk do të jeni pjesëmarrëse në ato gara, pasi që ju me siguri do të regjistroheni në shkollat e mesme. Dhe nuk do të keni drejt të jeni pjesëmarrëse në këto gara. Po të jemi vetëm si mysafir. Ndoshta dhe mikpritse do t'i presim. Shpresojmë Kërçova të jetë një nikotire e mirë si Kumanova. Do të kaloj që Dhe organizatore e mirë. do të rrjedhi si duhet. Dhe tani afrohet fundi i vitit shkollor. Ju presin provimet pranuese në për shkollat e mesme. Në cilën shkollë ju mendoni të regjistroheni? Unë mendoj të regjistrojmë këtu në shkollën Mirko Mileski, në gjimnazin e përgjithshëm. Ju dëshironi? Po edhe ashtu si të shtatë Arlinda në Në shkollën. gjimnaz të përgjithshëm, apo? Po. Shtatë me ju. Po, ne nëzët i klasë 8 jemi para portës së lartë, para gjyqit dhe vendosin fatin tonë. Dosa ne tani kemi vendosur dënimi është madh, do të shkruajmë këtu në qendrën e mesme Mirko Mileski në Kërçovë. Kjo është fati jonë që do të na ndjek tani. Edhe Shqipja gjithsesi së bashku me shoqet, apo Po. do të veçohet? Siç thanë shoqet e mia dhe unë do të regjistrojmë këtu në Kërçovë, në qendrën e mesme të arsimit Mirko Mileski. Mirë, edhe një pyetje kështu paksa provokative. A mendoni të keni probleme në dhënien e provimit pranues? Unë për vete jo. Jo. Për Shqip jemi Jo. të siguruar, ndërsa për matematik duhet edhe pak ushtrime duhet. Me siguri do të ndihmojnë edhe dy shoqet ndryshe. të afërta këtu që i ke që kanë marrë pjesë në gara dhe kanë materialin sadopak të njohur. Mirë, unë ju dëshiroj edhe juve, por edhe të gjithë nxënësve semi-maturantë ju dëshiroj suksese që në numër sa më të madh ju të regjistroheni dhe në shkollat e mesme pa marrë parasysh këtu apo në komunë tjetër. Dhe tani, çka do të na thoni për fund të këtij emisioni nga Arlinda? Për fund të këtij emisioni dëshiroj që të përshëndes nga Radio Televizioni Uskana kujdestarin e klasës Mehmet Alimin, shokët dhe shoqet, mësuesen time Samie Fejzan dhe të gjithë kërçovarët, sepse kjo nuk është vetëm krenaria ime që mora vendin e dytë në garat republikane, por është krenaria e të gjithë Kërçovës, sepse Pasi përfaqësoja. që e keni përfaqësuar ata. Tensisht. Ju dëshiroj. Po edhe unë përshëndes shokët dhe shoqet e klasës sime bashkë me kujdestarin. Si dhe juve përshëndes që më ftuat të isha mysafiri e këtij emisioni. Atina. Unë do të përshëndesja Radio Televizioni Uskana pasi ai bën të mund të shprehim emocionet tona, emocionet nga Kumanova, nga gjithë trevat që kemi qenë. Pastaj do të përshëndesja shkollën time, ndërsa përshëndetja më së shumti dërgohet profesorit të gjuhës shqipe, zoti Abidin Ballashi, ndërsa përshëndetja ime kryesore dieti dërgohet fshatit tim të lindjes, fshatit Aranjell. Dhe të opinionit Po, që të na opinionit përcjellin. kërçovar, po. Ju shqipe. Po unë për fund kisha përshëndes Radio Televizionin Uskana. Pastaj përshëndes
të gjithë shokët dhe shoqet e klasës së bashku me kujdestarin e klasës. Përshëndes mësuesen shumë të dashur Sami e Fesën. Përshëndes familjen time dhe të gjithë moshatarët e mi. Ndërkaq unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision dhe ju dëshiroj suksesit më të emi, jo vetëm në gara, por në çdo sferë të jetës.